Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotri, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV me mua Tirona Lilin. Ditën e sotme do ta nisim me një komentim, një ngjarje që në fakt ka ndodhur ditën e djeshme rreth miqësisë së Gjestit. Gjesti dhe Egli çuditërisht janë në qendër të vëmendjes për marrëdhënien e tyre, për lidhjen e tyre, por edhe për marrëdhënien e tyre profesionale, do me thënë Egli nuk është se ka bërë diçka publike rreth ndonjë kënge, rreth ndonjë projekti apo diçka të tillë, gjithashtu dhe Gjesti nuk ka bërë diçka publike përpos se vetëm këngën Gasolina që do ta sjellën së shpejti. Ditën e djeshme rjeti vërshoi së komentuari shumë fotografi u bën virale në për rrjete sociale të ndryshme si ai TikTok dhe Instagram, reagime që për herë të parë në historikun e kësaj historie, miku i ngushtë i Gjestit, ky DJ Gimbo, bën disa reagime për disa komente apo disa taga që bëhen në fotografit e tij. Në shumicën e rasteve kur DJ Gimbo, një mik i përbetuar i Gjestit, që në fakt është komentuar shumë miqësia e tyre, raporti i tyre miqësor, afërsia që kanë, u komentua pafund kur Gjesti doli nga shtëpia Big Brotherit dhe menaxhimi që do të bëhej, a do të ishte DJ Gimbo ai që do të vazhdonte në menaxhimin të Gjestit, dhe kjo gjë me patjetër që po, sepse Gjesti edhe brenda shtëpisë të Big Brotherit e konfirmoi edhe një herë që ka një marrëdhënie shumë të mirë edhe shumë të afërt me DJ Gimbon, por ditën e djeshme DJ Gimbo e pati të detyrueshme dhe të arsyeshme të reagon në disa komente që në fakt janë të tepruara. Fansat, nga dëshira e madhe që kanë për të parë Eglin dhe Gjestin bashkë, për të parë jetën e tyre, për të kuptuar diçka më shumë nga privatësia e tyre, sepse Gjesti dhe Egli japin tepër pak për publikun, që publiku të bindet që marrëdhënia e tyre është e mrekullueshme, që lidhja e tyre është fantastike, që dashuria e tyre është në ditët më të bukura, mundohen që duke shkruar komente të ndryshme dhe duke bërë tag Eglin në foto tek DJ Gimbo, të arrijnë të kuptojnë apo të përfitojnë një lajm më shumë. Dhe kjo gjëja, siç duket, e ka shqetësuar pafund DJ Gimbon, i cili ka marrë vendimin që disa nga komenteve t'ua kthen edhe mesazhin. Për shembull, në një mesazh tek një X person që ka shkruar në Instagram të DJ Gimbos, DJ Gimbo thot kështu: "Ngo shok, unë nuk qes po shokun tem jo për Eglin, por për asnjë njeri tjetër në këtë tokë hiç. A pet me komentu pa lidhje, a pet ta fshi." Do me thënë, ka ca njerëz që po komentojnë pa lidhje edhe shkruajnë budallaliqe, le ta themi, në raportin me Eglin dhe me Gjestin, si kur DJ Gimbo e ka hedhur Gjestin në tokë dhe ka interes për famën e Egli. Do me thënë, janë këto konspiracionet që njerëzit krijojnë në kokën e tyre dhe mendojnë që një shoqëri mund shkatrohet në këtë formë. DJ Gimbo ka fshirë disa herë komentin dhe zotëria në fjalë ka shkruar përsëri dhe DJ Gimbo është detyruar që ta kthen këtë komentin. Më pas DJ Gimbo shkruan personalisht: "Unë nuk jam kundër askujt, lerni këto llafet kota e shumë respekt." Do me thënë, shumica e fansave të Eglit kanë shpifur apo kanë krijuar lajme që DJ Gimbo është kundër raportit të dashurisë të Eglit edhe të Gjestit, është kundër kësaj marrëdhënies. Dhe kjo gjëja, do me thënë, ka krijuar një hamendësim të madh, ka krijuar një polemik të madhe që në fakt po krijohet në lajme, ndërsa DJ Gimboja ka thënë që unë nuk jam kundër askujt dhe ju lutem mos shpifni, por duhet të respektojmë vendimin që çifti vet ka marrur. Më pas thot, dikush do me thënë thot: "Shumë mirë që ndodhi kjo situatë, sepse këtu edhe Gimbo e kuptoi që emrin e Eglit nuk e përmend dot me lehtësi siç bëri sot. Megjithatë, një këshill për të gjithë, mos e komentoni vazhdimisht emrin e saj poshtë fotove të Gjestit dhe mbi të gjitha poshtë fotove të Gimbos, i cili është thjesht një DJ i Gjestit.
Unë jam e mendimit që duhet të ndërhyjmë vetëm nëse emri i Eglit përmendet nga të tjerët, por jo të jemi ne të parë që e përmendim pa lidhje poshtë fotove të Gimbos apo të Gjestit. Gjesti dhe DJ Gimbo kanë një lloj kulture në fakt që e kanë ndërtuar gjatë këtij rrugtimit artistik që ato të dy kanë bërë që në imazhin e tyre profilet e Instagramit, Facebookut t'i përdorin vetëm për gjëra private. Do me thënë në kuptimin të punës. Jo të postojnë fotografi familjare, jo të postojnë momente nga jeta e tyre, jo të postojnë çaste nga jeta e tyre, por t'i përdorin për gjërat profesionale, që nuk kupton t'a përdorin për jetën e tyre profesionale, t'i përdorin për këngët, t'a përdorin për biznesin e tyre, t'a përdorin për hitet që ato do të sjellin. Dhe publiku është aq euforik dhe aq entuziast për këtë marrëdhënie, sa që komentojnë gjithçka që ka të bëjë mes Gjestit, Eglit, duke përfshirë edhe personazhe të tjerë, personazhe që ndoshta nuk kanë të bëjnë fare me këtë histori. Mendoj që ne duhet respektojmë pak autoritetin e DJ Gimbos në këtë rast. DJ Gimbo ja është vetëm një DJ i Gjestit dhe një mik i afërt i tij dhe mendoj që nuk duhet përfshirë dhe nuk duhet akuzuar njerëzit e tjerë për këtë marrëdhënie, për këtë situatë, për këtë dashuri. Tashmë çdo gjë është e qartësuar. DJ Gimbo ka një marrëdhënie të mirë me Gjestin dhe me patjetër do të respektoj çdo përzgjedhje që Gjesti do ta bëj, se në fund të ditës nuk e lidh gjë DJ Gimbon me gruan e Gjestit apo me përzgjedhjen që Gjesti do ta bëjë në jetën e tij. Dhe kjo gjëja është e turpshme të komentohet në faktin që një X mashkull është arsyeja që ky mashkull i tjetër nuk vendos në thonjza për marrëdhënien e tij. Do të thënë, unë doja të bëj një sqarim të kësaj situate që ka ndodhur sepse shikoj që ka shumë dezinformacione për mënyrën se si është shprehur DJ Gimbo. DJ Gimbo nuk është rahur me njëri, do të thënë se e kanë bërë shumë dram, por thjesht ka sqaruar një situatë e cila po bëhet shumë e neveritshme, po bëhet shumë e pakuptueshme, po bëhet shumë e lodhshme te vetë personazhi në fjalë, sepse do me thënë DJ Gimbo përfshihet në një histori dashurie që nuk ka të bëj fare me të dhe nuk ka të bëj fare me rrugtimin profesional që ka ai dhe Gjesti. Unë shpresoj që ato të dy të argëtohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të shijojnë të gjitha momentet e bukura, të kënaqen atje dhe të kthehen më të lumtur se kurrë.